Mbrëm në Tetov filloi edicioni i 14 me radhë i festivalit ndërkombëtar të filmit TIFF Oda 2025. Adhuruesit e filmave mbushën sallën e Qendrës për Kulturë, ku ndoqën filmin Burri i shtëpisë me regji, skenar dhe producent Andamion Murataj, një film që pasqyron konfliktet e thella njerëzore dhe shoqërore shqiptare. Regjizori dhe njëri ndër organizatorët e festivalit, Agim Abdullah, deklaroi se këtë vit në këtë festival do të shfaqen rreth 44 filma. Gjatë edicioni, siç ndoshta jeni të njoftuar edhe me programin, kemi përzgjedhur që të shfaqim 44 filma, 34 prej të cilëve do të garojnë për çmimet kryesore në 5 kategori, si në Balkan Panorama, Short Fiction, Short Documentary, Student Film dhe Short Animation. Ajo që vlen të potencohet për këtë edicion të festivalit është që në këtë festival këtë vit dominojnë autorët shqiptar, që është një specifik e këtij edicioni, ndërsa e bukura tjetër e festivalit është domethënë që filmin do të hapi me një projekcion special, pra filmin Man of the House nga regjisori shqiptar nga Shqipëria Andamion Murataj, dhe do ta mbyllim me një tjetër projekcion special, pra filmin Koma të regjisorit tetovar Agim Abdullah. Abdullah deklaroi se këtë vit në garën ballkanike dominojnë autorët shqiptar me filma mjaft të suksesshëm. Si çdo vit kemi edhe garën ballkanike, ku në garë kemi filma shumë të suksesshëm të realizuar gjatë 2 viteve të fundit në rajonin e Ballkanit. Edhe aty dominojnë autorët shqiptar, pra kemi filmin e regjisorit Kumanovar Ibardari, Everybody Calls Regjo. Pastaj kemi filmin e regjisorit apo profesorit Isa Qosja, Leleku, filmin e regjisorit Maqedonas Dimitar Orofçanes, pra Prvo Bigi Decata. Pastaj kemi filmin Pikuj nga Robert Budina dhe natën e parafundit, pra garën ballkanike e përmbyllim me filmin Gylizar nga Turqia. Përndryshe, festivali i filmit TIFF Oda do të zgjas deri më 21 shtator 2025. Ky festival është një nga ngjarjet më të rëndësishme dhe me rol të veçantë në pasurimin e jetës kulturore të qytetit të Tetovës. Gjatë ditëve të festivalit do të ketë edhe aktivitete përcjellëse si punëtori, bashkëbisedime me ekipet pjesëmarrëse, si dhe me kategorinë e filmave për fëmijë, një nga më të vizituara çdo vit nga më të veçlit e qytetit, së bashku me prindërit e tyre. TIFF Oda përkrahet nga Agjencia e Filmit e Maqedonisë së Veriut, Komuna e Tetovës, Europe House dhe nga Qendra e Kulturës Iloan Teski Smok Tetov.